Moderatorja e dashur për publikun shqiptar, Kiara Tito, ka sjellë sërish buzëqeshje dhe reagime të shumta në rrjetet sociale me postimin e fundit të vogëlushes Luna Mari. Në foton e publikuar, e bia e Kiarës dhe Luis Eilish shfaqet me një shprehje fytyre serioze, me vetulla të ngrysura dhe një vështrim që duket sikur po gjykon të gjithë botën. Kiara, me humorin e saj karakteristik, e ka shoqëruar këtë moment me mbishkrimin: "Unë duke gjykuar botën në heshtje, duke e kthyer imazhin në një perlë argëtuese për ndjekësit." Fotoja ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme, pasi jo vetëm që tregon ëmbëlsinë dhe shijen e veçantë të vogëlushes, por edhe sepse sjell një moment krejt natyral e plot spontanitet. Komentet nga fansat nuk kanë munguar, ku shumë e kanë quajtur Luna Marin një mini diva që ngjan me karizmën e prindërve të saj. "Shikimi i saj thot gjithçka", shkruan një komentues, ndërsa një tjetër shton: "Me këtë fytyrë duket sikur po mban një konferencë për shtyp." Luna Mari, që tashmë ka fituar zemrat e publikut po aq sa prindërit e saj, është kthyer shpesh në protagoniste të rrjeteve sociale. Çdo postim i saj bëhet viral, duke treguar se edhe pse ende shumë e vogël, ajo di si të tërheqë vëmendjen. Kjo foto është edhe një shembull tjetër se si Kiara arrin ta ndajë jetën e saj familjare me ndjekësit, duke i bërë të ndihen pjesë e momenteve më të bukura dhe gazmore të ditës së saj. Ky postim i fundit nuk është thjesht një foto e bukur, por një kujtim i çmuar familjar që pasqyron lidhjen e veçantë mes Kiarës dhe të bijës. Një moment i thjeshtë, por që për publikun është kthyer në një burim gëzimi, humori dhe dashurie, duke e bërë edhe një herë të qartë se vogëlushja Luna Mari është tashmë një yll i vogël në rritje. Ky moment i ëmbël dhe plot humor tregon edhe një herë se si familja Elli ka ditur të ndërtojë një lidhje të fortë me publikun, duke ndarë copëza nga jeta e tyre e përditshme në mënyrë natyrale dhe plot sinqeritet. Çdo postim i tyre kthehet menjëherë në temë diskutimi, duke dëshmuar jo vetëm popularitetin e madh që gëzojnë, por edhe dashurinë e pafund që fansat kanë për ta. Pa dyshim, Luna Mari me këtë foto ka rikonfirmuar se është një nga yjet më të vegjël e më të dashur për shqiptarët.